Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të marrim disa mesazhe nga ëngjëjt që na sonojnë për ditën e sotme dhe mesazhet e tyre. Fal thot. Fal gabimet që ke bërë. Fal dhe personat që të kanë lënduar. Falja është hyjnore. Komuniko në mënyrë të qartë me ëngjëjt tuaj, sepse në muajt e ardhshëm do të keni ndryshime në të ardhmen tuaj, pra do të keni ndryshime pozitive. Jepi drejtim gjithmonë intuitës tënde, aty zërit të brendshëm, botës tënde të brendshme, sepse aty të pret sot diçka pozitive. Bëj një veçërim të vetes tënde. Pastro, dëshiro ato pjesën e të shkuar, ato bllokime emocionale që ke brenda vetes tënde. Gjithmonë me një paqe dhe me një qetësi në shpirtin tënd. Sepse në ditët në vazhdim, duke bërë gjithmonë atë pjesën e faljes, pjesën e veçërimit, ti je gati, dhe është gati, duke mbushur gjithmonë me pozitivitet, që energjisë negative ti vësh në mburoj, për mos të afruar drejt teje. Dhe ti do ja dalësh me këtë gjë që ti do bësh, sepse ti thot do të besosh tek gjëra që do të bësh me veten tënde, duke patur pranë thot dhe njerëz që të ndihmojnë. Duke u menduar dhe rimenduar, ti do të kesh një situatë shumë të përmirësuar. Duke u informuar mirë thot, do të marrësh dhe duke menduar pozitivisht, do të marrësh lajme shumë të mira për gjërat që ti do të ndërtosh në jetën tënde. Këto ishin mesazhet e ëngjëve për ditën e sotme. Faleminderit shumë, miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim.